9 nga 10 njerëz e kërkojnë paqen e brendshme në vendin e gabuar. E kërkojnë në një pagë më të lartë. E kërkojnë në një shtëpi më të madhe. E kërkojnë në miratimin e njerëzve që as nuk i njohin mirë. E kërkojnë në momentin kur gjërat të rregullohen, kur të mbaroj ky problem, kur të vijë ai lajm i mirë, kur dikush tjetër të ndryshojë sjelljen ndaj tyre. Dhe pastaj, kur ajo gjë vjen, paga rritet, shtëpia blihet, problemi zgjidhet, paqja nuk vjen bashkë me të. Vjen një kënaqësi e shkurtër, dhe pasaj, e njëjta shqetësim, veshur me një kostum tjetër. Buda e pa këtë mekanizëm 2500 vjet më parë, para se të kishim fjalë si burnout apo anksietet kronike. E quajti dukkha, një fjalë që shpesh përkthehet si vuajtje, por që në thelb do të thotë diçka më e thellë. Pakënaqësia e vazhdueshme, ndjesia se diçka mungon gjithmonë, pavarësisht se sa arrin. Dhe zbulimi i tij nuk ishte se jeta është e keqe. Zbulimi ishte se ne e kërkojmë paqen në vendin e gabuar, sepse e kërkojmë atje ku gjërat ndryshojnë vazhdimisht. Dhe asgjë që ndryshon nuk mund të na jap diçka të qëndrueshme. Le ta zbërthejmë këtë ngadalë, sepse është një nga idetë më keqkuptuara në gjithë mendimin lindor. Vendi i parë i gabuar, jashtë vetes. Kur dikush thotë do jem në paqe kur të martohem, kur të kem para, kur të largohem nga ky qytet, kur ai njeri të ndryshoj, po e vendos paqen e tij në duart e diçkaje që nuk e kontrollon. Dhe kjo është kurthi më i zakonshëm i qenjes njerëzore. Mendo për një moment sa herë e ke thënë këtë fjali në format e ndryshme. Do jem mirë kur të mbaroj shkollën. E mbaron shkollën dhe shfaqet. Do jem mirë kur të gjej punë. E gjem punën dhe shfaqet. Do jem mirë kur të më rritet paga. I rritet paga dhe shfaqet. Do jem mirë kur të kem shtëpinë time. Kjo listë nuk mbaron kurrë, sepse mendja jonë është ndërtuar të kërkojë objektivin tjetër, jo të pushoj në atë që ka arritur. Buda e quajti këtë etje, tanha në gjuhën pali. Jo domosdoshmërisht dëshirë e keqe, por një zakon i thellë mendor për të ngjitur pas gjërave si burim shpëtimi. Problemi nuk është vetë dëshira. Buda nuk mësoi që njerëzit të mos duan asgjë, të mos punojnë, të mos ndërtojnë. Problemi është kur japim një gjëje të jashtme fuqinë për të përcaktuar nëse jemi në paqe apo jo. Sepse çdo gjë e jashtme, para, marrëdhënie, status, madje edhe shëndeti, është e paqëndrueshme nga natyra. Vjen dhe shkon, ngjitet dhe bie. Nëse paqja jon varet prej saj, paqja jon do të jetë po aq e paqëndrueshme sa ajo. Vendi i dytë i gabuar, në të ardhmen. Ka një histori e njohur në traditën budiste për një murg që po ecte në përpyll dhe u ndoq nga një tigër. Vrapoi drejt buzës së një shkëmbi, u kap pas një bime që dilte nga pjerësia, dhe u var atje, tigri sipër, dhe poshtë, ku shikoi, pa një humner tjetër me një gjarpër që e priste. Në atë çast, pa një lule që rritej pikërisht pranë duarve të tij. E shikoi lulen, dhe për një çast, u ndal aty, plotësisht i pranishëm, plotësisht i vetëdijshëm për bukurinë e asaj lule, edhe pse rreziku ishte gjithandej. Kjo histori nuk është për të thënë se rreziku nuk ekziston, apo se duhet të injorojmë problemet tona. Është për diçka tjetër. Pjesa më e madhe e vuajtjes son nuk vjen nga vetë çasti i tanishëm, por nga mendja që vrapon me së kaluarës, çfarë kam humbur, çfarë kam gabuar, dhe të ardhmes, çfarë mund të shkojë keq, çfarë duhet të bëj. Vetë çasti i tanishëm, kur e shikon drejt për drejt, është shpesh shumë më i durueshëm se sa mendja jone e bën të duket. Ne jetojmë në 90 të kohës son mendore diku tjetër, duke rimenduar një bisedë nga një javë më parë, ose duke provuar në kokë një bisedë që nuk ka ndodhur ende. Dhe pikërisht aty humbet paqja, sepse paqja nuk mund të ekzistojë as në të kaluarën, e cila nuk ekziston më as në të ardhmen, e cila nuk ekziston ende. Ekziston vetëm këtu, dhe këtu është pikërisht vendi ku ne shkojmë më rrallë. Vendi i tretë i gabuar, te kontrolli i gjithçkaje. Shumë njerëz mendojnë se paqja do të vijë kur të kenë kontroll të plot mbi jetën e tyre, kur çdo variabël të jetë e parashikueshme, kur asgjë të mos mund t'i befasojë më. Kjo është ndoshta forma më e lodhshme e kërkimit të gabuar, sepse kërkon diçka që nuk ekziston kurrë. Jeta, nga natyra e saj, është e paparashikueshme. Njerëzit sëmuren, marrëdhëniet ndryshojnë, planet prishen, tregjet bien. Sa më shumë energji shpenzon dikush duke luftuar për të kontrolluar çdo gjë,
aq më shumë ankth krijon, sepse çdo herë që realiteti nuk përputhet me planin, ndjehet si një dështim personal. Buda mësoi diçka që tingëllon thuajse kundërintuitive për mendje moderne perëndimore, e cila është ngopur me mesazhe se ti mund të kontrollosh gjithçka nëse punon mjaftueshëm. Pranimi nuk është dorëzim. Pranimi është të njohësh realitetin ashtu siç është, në mënyrë që të mund të veprosh mbi të me qartësi, jo nga një vend paniku apo mohimi. Ka një dallim të madh mes këtyre dyjave. Dikush që thotë kjo situatë është siç është, dhe tani do të vendosi të veproj, dhe dikush që thotë kjo situatë nuk duhet të jetë kështu, dhe do të vazhdoj ta luftoj realitetin derisa të ndryshoj. I pari gjen paqe brenda veprimit. I dyti gjen vetëm lodhje, edhe kur arrin atë që dëshiron, sepse zakoni i luftës me realitetin nuk ndalet, thjesht gjen objektivin tjetër për të luftuar. Ku është vendi i saktë, atëherë, nëse jo jashtë, jo në të ardhmen, jo në kontroll të plot, atëherë ku? Përgjigja e Budës është dukshëm e thjeshtë, por jashtëzakonisht e vështirë për të jetuar. Paqja gjendet brenda, në marrëdhënien tënde me çastin e tanishëm, jo në vetë çastin, por në mënyrën si e takon atë. Kjo do të thotë disa gjëra konkrete. E para, paqja nuk është mungesa e problemeve. Kjo është ndoshta keqkuptimi më i madh. Njerëzit mendojnë se paqja e brendshme është një gjendje ku asgjë nuk shkon keq. Por edhe murgjit budist më të thellë përjetojnë sëmundje, humbje, vështirësi. Paqja nuk është për të eliminuar stuhin. Është për të mësuar të qëndrosh i qëndrueshëm brenda saj, si një pemë me rrënjë të thella që lëkundet nga era por nuk shkulet. E dyta, paqja lind nga vëzhgimi, jo nga reagimi automatik. Kur diçka të shqetëson, një koment, një humbje, një dështim, mendja jote e para reagon automatikisht. Zemërim, frikë, faj. Kjo është normale, njerëzore, por ka një hapësirë të vogël, thuajse të padukshme, mes asaj që ndodh dhe asaj se si reagon ti. Buda e quajti këtë hapësirë vetëdia, sati. Sa më shumë e zgjeron atë hapësirë përmes praktikës, meditim, vëmendje e drejtuar, vetëm dalja për të marrë frymë përpara se të flasësh, aq më pak të kontrollon reagimi automatik dhe aq më shumë ke zgjedhje reale. E treta, paqja nuk kërkon që të jesh dikush tjetër. Shumë njerëz kërkojnë paqe duke provuar të bëhen versione më të mira, më të qeta, më spirituale të vetes, duke luftuar kundër mendimeve të tyre reale, ndjenjave reale. Kjo krijon një luftë të re brenda. Buda mësoi diçka të kundërt. Vëzhgo mendimet dhe ndjenjat pa i gjykuar si të mira apo të këqija. Zemërimi nuk është problem sepse ekziston. Bëhet problem kur bëhesh zemërimi vet, kur veprosh nga ai pa vetëdije. Por thjesht ta vëzhgosh, ta njohësh, ky është zemërim. Pa u identifikuar plotësisht me të, është vetë fillimi i lirisë. Historia e dy shigjetave. Ka një mësim tjetër i Budës që ndihmon shumë këtu. Mësimi i dy shigjetave. Buda thot, në jetë do të goditesh nga shigjeta e parë, dhimbja, humbja, dështimi. Kjo është e pashmangshme. Askush nuk shpëton nga jeta pa dhimbje. Por pastaj, shumica e njerëzve godasin veten me një shigjet të dytë. Historia që tregojmë rreth dhimbjes së parë. Kjo më ndodh gjithmonë mua. Unë jam i mallkuar. Askush nuk vuan si unë. Nuk do të kaloj kur këtë. Kjo shigjet e dytë nuk vjen nga bota e jashtme. Vjen nga mendja jonë, dhe shpesh shkakton më shumë vuajtje se vetë ngjarja origjinale. Kjo është pikërisht ajo që Buda donte të thoshte kur tha se dhimbja është e pashmangshme, por vuajtja është e zgjedhur. Jo në kuptimin se ti e zgjedh me vetëdije të vuash, por se mënyra si mendja jote e interpreton dhimbjen mund ta shumëfishojë atë shumë herë më shumë se sa vetë ngjarja meriton. Kjo nuk do të thotë të mos ndjesh dhimbje, të mos qash, të mos zemërohesh. Do të thotë të mësosh të dallosh mes atyre dyjave. Çfarë është ngjarja aktuale dhe çfarë është historia që po i shtoj unë asaj? Sepse historia mund ta ndryshojë. Ngjarjen jo gjithmonë. Çfarë do të thotë kjo praktikisht sot për ty? Le ta zbresim nga filozofia të jeta e përditshme, sepse mësimet budiste nuk kanë vlerë nëse mbeten thjesht ide të bukura. Nëse jeta jote është ndërtuar rreth pritjes, do jem mirë kur, provo të kthesh atë fjali. Jo do jem mirë kur, por mund të jem mirë tani, ndërkohë që punoj drejt asaj. Kjo nuk është vetëm mashtrim, është njohja se paqja dhe përparimi nuk janë kundërshtar.
Mund të ndërtosh, të luftosh, të ambiciosh, dhe njëkohësisht të mos e vendosësh vlerën tënde si njeri në varësi të rezultatit. Nëse vëren se mendja jote jeton më shumë në të kaluarën apo të ardhmen se sa në të tashmen, prakticat më të thjeshta janë shpesh më efektive se sa ato komplekse. 3 minuta në ditë, thjesht duke u ulur dhe duke vëzhguar frymëmarrjen, jo për ta ndryshuar, thjesht për ta vëzhguar, trajnon mendjen të kthehet e tashmja. Nuk është magji, është stërvitje si çdo muskull tjetër. Nëse vëren që dikush apo diçka e jashtme ka bërë gardian të paqes tënde, DTH, paqja jote varet plotësisht nga sjellja e dikujt tjetër. Kjo është shenjë e qartë se je duke kërkuar në vendin e gabuar. Jo sepse marrëdhëniet nuk kanë rëndësi, por sepse asnjë njeri nuk mund të mbajë përgjegjësinë e qëndrueshmërisë emocionale të një tjetri pa u lodhur, dhe asnjë prej nesh nuk mund të kontrollojë plotësisht sjelljen e dikujt tjetër. Dhe nëse vëren shigjetën e dytë duke u ngritur, historinë dramatike që po i shtohet dhimbjes fillestare, provo thjesht ta pyesësh veten: cila është ngjarja aktuale këtu, dhe cila është historia që unë po i shtoj? Vetëm kjo pyetje, e bërë me sinqeritet, mund të zvogloj vuajtjen ndjeshëm, edhe pa ndryshuar asgjë tjetër në situatë. Përfundimi. 9 nga 10 njerëz e kërkojnë paqen e brendshme duke pritur që bota e jashtme të rregullohet së pari. Pagën, marrëdhënien, statusin, kontrollin mbi çdo detaj të jetës. Dhe kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz, edhe kur arrin atë që kanë ndëruar, ndihen po aq të pakënaqur sa më parë, sepse paqja nuk ishte kur atje ku po e kërkonin. Buda nuk premtoi një jetë pa dhimbje. Premtoi diçka tjetër, se mund të gjesh një qëndrueshmëri brenda vetes që nuk varet nga çfarë ndodh jashtë. Jo indiferencë, jo shkëputje nga jeta, por një lloj force që të lejon të jetosh plotësisht, të duash plotësisht, të ndërtosh plotësisht, pa e lidhur vlerën tënde si njeri me rezultatin e çdo beteje. Ky është vendi i saktë ku fillon kërkimi, jo diku përpara, jo në duart e dikujt tjetër, por pikërisht këtu, në mënyrën si zgjedh të takosh çastin që je duke jetuar tani.